Ndërkohë, zoti Kika, Ky foto këtu është më vonshme, bëhet fjalë për 8 tetor 1914, rihyrjen e Esatit në Durrës mbas ikjes së Vidit. Mbas ikjes së Vidit, me ardhjen e Vidit, bëhet pjesë Esati e qeverisë së Vidit? Bëhet pjesë dhe është një histori interesante, po flas për janarin e 13-s. Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit vendos që ishte caktuar princi, qeveria e Vlorës duhet të jepte dorëheqjen, qeveria e Esatit duhet të jepte dorëheqjen. Qeveria e Vlorës u komprometua me ta shqyrtur në komploti Gerbenes. Shkojnë tek Esati që t'i kërkojnë një dorëheqje dhe t'i bëjnë një presion, biles kishin marrë një anije italiane me rreth 150 marinarë që mund të bëni zbarkim në formë presioni, por çuditërisht Esati kishte nuhatit të lartë politike dhe i del para dhe tregoti gatshëm për dhënien e dorëheqjes. Në një kohë që ato menduan që do të kishte më shumë vështirësi me Esatin, ai luan shumë mirë politikisht, gjen Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit gjen kushte më të mira në Durrës. Në një njëjtën kohë qeveria e Vlorës që ndodhej në ish doganën e vjetër në port, me rreshtet që kishte muaj janar, ishte përmbytur, nuk u shkojte atje. Kurse në Durrës situata ishte shumë më e mirë, konaku që bëhet pastaj në selia e Princvidit kishte kushte shumë të mira se sa ndërtimet në Vlorë dhe u vendos Durrësi si alternativë për vendosjen e Vidit dhe ishte edhe një diçka që Esatit i deverdiste. Austriakët kërkonin Shkodrën, por normalisht si kompromis me italianët zgjodhen Durrësin. Ishte një përkrahës i qeverisë Vidit Esati? Esati ishte, në momentin e paraqitjes, u paraqit si krau i djathtë i qeverisë Vidit. Mori pjesë në po them delegacionin për në Neuwied në para se të vite, vjen në Durrës, përgatit situatën, del në krah të Vidit, organizon vizitet e para të Vidit në zonat përreth, në Durrës, në Tiranë dhe në Shkodër, se shkon edhe në Shkodër, ku ishe shumë afër Vidit dhe familjes. Momenti është që Esati pretendonte që duke qenë si ministri i luftës, të kontrollonte, vazhdonte të kontrollonte pushtetin. Por Vidi gjithçka në aspektin e administrimit ja besoi oficerëve holandez, të cilët ishin aty për 2 arsye, sepse Holanda ishin me majorancë protestane, nuk ishin me këto fetë tona, katolik ose musliman etj. Por kishte edhe një eksperiencë koloniale që u kthy në bumerang, pasi kishin pas koloni, duke kaluar nga Boherët deri në Indonezi. Sepse ato menduan që shqiptar mund t'i komandosh si ato. Është një në këtë kuptim historik. Jo, është tepër flagrante kjo gjë. Një element tepër i thjeshtë, konfliktet e para qysh në fund të po them marsit. Komandanti de Ver holandez urdhëron punëtor vendas me riparua një gazem turke që do bëshin rekortimin e xhandarmerisë shqiptare. I thot duhet të rregullohet patjetër çatia se rrjedh, për 4 orë do të vit kontrolloj dhe nuk duhet të jetë mbaruar. Kthehet mas 4-5 orësh, nuk gjen, ushtarët ishin gjithë ulur aty, asnjë nuk po punonte, nuk po bëhej gjë.
Edhe revoltohet, pati një konflikt hapur. Në këtë kohë ishte edhe Esadi thotë, i ke paguar? Jo, është detyrim me kështu don. E zgjidhën këtë punë. I ha 2 naplona dhe mëna 2 orës ishte komplet e përfunduar. Shqiptari duhet ta kuptojnë që ti edhe në qoftë se nuk e paguar direkt, duhet ta di që do të paguhet, se po ndryshe nuk të bën asgjë. E qartë. Kjo është mentaliteti komplet i ndryshëm i Po, që ishte mësuar të urdhëronte sklever. Zoti Kika, kemi gjithashtu një përplasje të Esadit me ata që donin në rikthimin e Turqisë. Esadi është njeriu që shtypi kryengritën ose më saktë rebelimin e Haxhi Qamilit apo jo? Po. Haxhi Qamili më nuk pëlqen termi, është komplet tjetër, është komentimi më i gabuar historik, nxjerr nga konteksti, nga personazhet e tjerë. Si fillim, rebelimi kundër Vidit ishte diçka më e gjerë, sepse krahas personave që normalisht ishin filoturqe, ishin kundër Vidit, ishin dhe to që ishin më afër Esadit që u bashkuan me to. Sepse fillon konfliktit me generalin Thompson dhe De Veer direkt dhe ushtria që ishte parashikuar të shkonte në jug kthehet dhe i kthehet kundër grekëve, kundër Vërëpijit famshëm, i kthehet kundër dhe në atë moment janë dhe konfliktet, është një koincidencë e plot midis konfliktet e Esadit dhe kryengritjes. Dhe ku shkon generali holandez, ka qenë edhe Fezi Alizoti që shoqëronte në rasbull të Shiakut dhe i thot ç'a doni më, ju keni prins nga Europa e tjetër, i përgjigjen nuk e duam atë, ne duam babën, kuptimin sultanin, që është ajo shprehja që përdoret më tepër në term. Dhe në fillim ishte një lëvizje kundër Vidit, ku ishin edhe persona që ishin afër Turqisë dhe përkrahasit e Esadit. Koncepti agravohet më vonë, që ka të bëjë me tetorin e 14-s, kur ndahet në 2 situata, është mbas ardhes së Esadit, pasi në mesin e tetorit 1914-s, Turqia hyn në luftë për krah fuqive të Boshit, të Austro-Hungarisë dhe Gjermanisë, dhe kërkon mbështetjen e Shqipërisë. Esadi vjen në Durrës me bekimin e francezëve. Del me njëherë mas i largohet nga Shqipëria, sa fillon lufta, shkon personalisht, nuk qëndron si Ismail Qemali i bllokuar në Itali, shkon direkt në Francë, i thot që jam personazh kryesor që mund të kontrolloj Shqipërinë. Pastaj kalon Itali, Greqi, Serbi, hyn me trupa Dibrane në Tiranë, vendosen në Durrës, dhe në këtë kohë kishte një konflikt të hapur me personazhe që komandonin anën gjënturqe. Nuk bëhet fjalë vetëm Tirana, është një pak a shumë si komitetet e famshme të 97-s. Çdo mini qytet, hoxhat, këto personazhet gjënturke, Elbasani për shembull ka qenë pikë shumë e rëndësishme, dhe në aspektin ushtarak ka qenë goxha në përkrahjen e gjënturqve. Komandanti i përgjithshëm ka qenë Haxhi Feizo i Elbasanit, Qamiz Haxhi Feizo që ishte major i gjënturqve. Këtu janë disa vullat e fshatrave që bëri zgjedhjet lokale, Zgjedhje lokale në dhjetor të 14-s
janë fshatat nga Tirana deri në Rogozhin. Janë emrat dhe vullat e kryetarëve të komunave. Esati mundua që të kontrollonte aspektin territorial, bënte një krahamarrje, pati konflikt të hapur me turpat Gjon Turshke. Mos harrojmë një element. Në 1915 është një betejë që ne shqiptarë me idiotësinë tonë e konsiderojmë historike, Çanakkale. Po. Në Çanakkale kanë qenë gati 25.000 shqiptarë. Po në fakt ishte një betejë shqiptare ajo. Fare, dhe ishte para sensë edhe në fatet e Turqisë, Turqia humb luftën. Në atë kohë kemi të vrarë vullnetar nga Elbasani dhe Vlora. Që ishte mrena Shqipërisë të asaj kohë, nuk po them nga Maqedonia ose Kosova. Po Esadi mori pjesë në betejën e Selanikut që bën në krah francezëve, kishte trupa. Është histori tjetër, që normalisht pas hyrjes trupave në Austro-Hungareze në Durrës, Esadi kalon nga Italia në Francë. Bashkë me trupat apo vetëm? 500 veta. 500 me vete. Dhe në Francë gje për kraje, sepse italianët nuk e donin në Shqipëri. Ndërkohë, italianët kishin zbarkuar në Vlorë me 29 dhjetor të 14-ës. Edhe është një ngjarje interesante, shfrytëzojnë edhe çrregullimet politike të zonës dhe quhet Koburia e Çakos. Zbarkimi italian në Vlorë, pasi pa hapën një iluzion që fshatat përreth Vlorës do vinin të sulmonin qytetin dhe të plaçkizin qytetin. Dhe zbarkuan ato marinarët e parë në Vlorë dhe krijuan, si më thënë. Pastaj Esadin e transferuan në frontin e Selanikut. Po, ai kërkoi vendosjen në Gjirokastër, kërkoi vendosjen në Korçë, po me insistimin e italianëve që nuk e donin. Aty është në Selanik. Është një diçka që jo vetëm Esadi, po të gjithë personazheve kryesorë të luftës së parë botërore në Shqipëri, të gjithë personazhet, Salibutka, Gërmenji, tonë në zonën e Tiranës, në Vlorë etj, nuk u përdorën si mish potop nga forcat ndërluftuese në Shqipëri. Bën veprime aq të dukshme sa të gjithë ato pak që rekrutuan i zorën në prapavi, sepse nuk luftonin shqiptar me shqiptar. Morën aspektin e të ardhurave ekonomike, por nuk luftuan, evituan në maksimum. Dhe Esadi në Selanik, në zonën, po them, e Orit, nga Maganasia, që paktën ka pasur disa veprime, është munduar në maksimum që të mos ekspozoj, mos kishte humbje. Për këtë gjë do të them një element pak a shumë dhe në psikologji. Kam lexuar tek historia e Skënderbeut, të Jens Schmidti dhe disa autorë të tjerë, që në inkursionet e Skënderbeut në Itali, bota italiane e kritikonte se Skënderbeu nuk respektonte të drejtat e këtyre aristokratës Venzës. Në atë kohë në Itali u luftonte jo me vra një aristokrat, po me kap rrugë sepse përfitonte shpërblim. Pak a shumë në njëjtën situatë ishte Shqipëria e atyre viteve. Të gjithë ruanin forcat që mos u ekspozonin, të bënin disa luftime sa më të vogla që mos kishin humbjet përfundimtare, të ruanin një pushtet edhe për më vonë, sepse edhe situata është e tillë që nuk të garantonte as pak siguri për një çështje të rëndësishme.